Disa prej hetuesve në njësim për hetimin e narkotikëve në Prishtinë nuk kanë kaluar ende verifikimin e sigurisë për qasjen e informacione të klasifikuara. Kjo është një nga të gjeturat kryesore të një raporti inspektues nga Inspektorati Policor i Kosovës. Aty është rekomanduar shefit të kësaj njësie që të vendos mekanizmat të brendshëm kontrolli që të sigurohet që hetuesit të mos kenë qasjen e informacione të klasifikuara. Por ky nuk është rekomandimi vetëm nga Autoriteti Mbikëqyrës i Policisë së Kosovës. Numri informatave kthyese për raportet e pranuara inteligjente nga njësia në fjalë është i ulët, 35 nga 541 është për 3 vite. IPK ka vërejtur se duhet të ngritet shkëmbimi i informatave, me këtë edhe kthimi i tyre tek ZAS, mbi hapat e ndërmarrë lidhur me raportet inteligjente në drejtim të rritjes edhe të efikasitetit në trajtimin e rasteve. Ish shefi i hetimeve në polici thotë se hetuesit duhet të jenë të pajisur me këtë lloj certifikate, pasi që natyra e punës së tyre është e ndjeshme. Personat e tillë duhet të kenë certifikatën e besueshmërisë të rëndësishme nga AKI-ja, po edhe nga institucione të tjera, në mënyrë që informatat e tilla që janë sensitive të mos dalin në opinion për shkak se të ndjeshmërisë së rasteve. E ish kryeshefi i IPK-s mos pajisin me certifikat sigurie të hetuesve e quan si shqetësuese, pasi thotë se kanë qasje direkt në informacione. Duhet në mënyrë urgjente që këto rekomandime në numër relativisht të madh të adresohen me urgjencë dhe të materializohen duke filluar nga pajisja e punonjësve të këtij njësiti me certifikat sigurie, respektimi hierarkik i gjithë punonjësve në këtë njësit, raportet, rregullimi dhe vënia raporteve sa më praktike me prokurorin e shtetit. Po ashtu, në këtë raport theksohet se zyrtarët policor nuk bëjnë planifikimin në fazën e hetimit dhe se vërehet angazhimi i mangët në zbatimin e të gjitha masave të fsheta.